E të dashur miq, ne Bardha Gërdolci jemi mësuar që këtu në Bonbon ta kemi të ftuar për tema të ndryshme për të folur me të. Mirë po sot kemi për të folur në një aspekt pak më ndryshe. Ajo të arsëvoni është sulmuar nga qend Endacak në Prishtinë, rreth 15 qend, po themi kështu sepse ka qenë një numër shumë i madh i tyre, por pavarësisht kësaj, Bardha vazhdon t'i duaj, vazhdon t'i ushqej e të gjitha këto, por konkretisht do të na tregoj se çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur më saktësisht. Bardh, faleminderit shumë. Faleminderit nga ju. Atëherë, si ndodhi sulmi, na trego pak. Okej, si që sakët edhe ju, mas pari du të cekit që unë shumë i du qentë. Do më thonë kafshë përgjithësi, edhe zakonisht edhe ju shqej. Do më thonë nuk është që kam në problem për e ty nëse kam dojnë frikë. Ngjarja ka ndodhur para 2 javë, do të thonë rreth 2 javë, dhe specifikisht ka ndodhur tek qendra, do më thonë nuk është që ka qenë ndonjë rrugicë, ka qenë bash ajo kthesa tek kafet e vogla që i themi ne, ose ish ose beja, ajo pjesa. Do më thonë një tuf qendsh i pash që po vinë edhe ishin të leqe, i themi ne, do më thonë ata ishin të bozhurm, po unë nuk e prit se ata specifikisht dikush i kish frigu, ose diçka ka ndodhur, ata mbi gjitha janë në rrugë, do të dim që ata janë të traumatizuar, sulmuar prej gjërave ndryshme, kanë frikën për kerreve, ku ta di unë. Edhe unë vetëm kështu e kalu rrugën, do më thonë ka qenë diku në 11:30 ndoshta mbrëmje mas vonte. Do më thonë nuk është që ka qenë edhe shumë vonë, ka qenë pak më vonë, po jo shumë. Edhe për një herë i pash që u grumbullun ata rreth meje, po unë vazhdova me hecë qejt, do më thonë që mundesha mos me reagu, që mos me marrë ata si sulm. Edhe ndoshta edhe trupi jem pak ka ra një farloj si shoku në atë moment, ose si e quajnë në gjuhën angleze fight-flight mode, do më thonë që vetëm me vazhdu me hecë, edhe kështu si ka dalë jo bona qejt, mos më në zhëruma, dhe mundesha mi u folë që me qenë sa ma qejt. Edhe e di që jam dalë 2 taksista, do me thonë, nuk kam qenë, do me thonë, me ta unë e heq. Jam dalë 2 prej tyne. Do shta kalimtar të rastit, po i bje? Kanë qenë mbrana në kjerë, do me thonë, a i tjetëri e ndalë i kjerën edhe veç dulë prej kjerën, do me thonë, ase parë po i kjerën. Dullën dytë edhe në atë moment i trambën qenë, do me thonë, po unë e ndjeva që kam, do me thonë, më nëzhe koma për mrapa, po unë mendova që vetëm ka grit me putër, tash sigurisht se nuk e ndjeva atë kafshimin, po du ta cekim, ndoshta edhe prej frikës ata nuk kanë mujt tamam me më kafshu, po më ka kafshu, po jo shumë, ndoshta qysh din qeni me të kafshu. Edhe pas që ata 2 i tremën qentë, edhe unë vish vazhdova me hecë, duke ktheva kokën me këqyrë më mrapa, se tash muj me marë si kundër sulm, se kafsh është fundi fundet, edhe mundën me u kthej mrapa. Kur vazhdova me hecë, ata u ndalën, edhe po më pyesin a ke nevojë me dërgu në tek mjeku, në ambulant është edhe në atë kohë, të tërkun jo. Unë i thash jo, po shkoj në shpe njerë, se do me thonë trupi ende ishte në shok. Mandej njeni unë dalë, është dhe tha, s'pa ku meri palomat e lagta, ta dezinfektoj, tha se po të gjakos kama. Edhe kur e ktheva kokën mbrapa, pash që gjaku nuk unë dalë ke. Mandej, do me thonë, vlenë cekët që kjo është një qytetar i random që cilin nuk e njof, nuk më ka njof, do me thonë vetëm prej bamirësis edhe prej mirësis, do me thonë shpirtnore tina, unë dalë edhe me mdimu. Edhe i thash, okej, atër dërgam tash në ambulant, se u tash kemu vakcinu, e tjera, dhe nuk e disha sa e thellë ka qenë plaga. Mandej, kur kemi shu në ambulant, në kanë drejtu në emergjent, në infektive mas pari, dhe mandej në emergjent më kanë pastru varën, kanë marrë vakcinat, edhe prap po e ceki. Ai person asë një herë nuk është largu nga unë, dhe me thonë ka hyë edhe në brenda, kur kam shku të mjekt, i ka pyt disa hera ka nevoj për qepje, dezinfektoja një mirë, e tjera. Edhe do me thonë, kur përfundoj e gjithë ngjarja u bo dykun beg i vonë, do me thonë se janë ato procedurat që duhet me i të i kalu. Edhe më tha, në fund, a i tha, vetëm po du me cek një sen, tha nuk po muj me besu që, edhe pse është kafshim, e di, po të dhem, thëke, po nuk po muj me besu që është vetëm një kafshim, sepse kanë qenë shumë, tha edhe 6 tjerë vishin drapa. Do me thonë, edhe duhet me më fajt me e cik që se cili ka qenë maj madhë se tjetëri, dhe më thonë nuk kanë qenë të vegjel, ata kanë qenë qenit të mdhej. Dhe më thonë vetë fakti që mund kanë kafshu brapa këmbës për mi gju, dhe më thonë a i ka qenë i madhë. Bardha, unë e di se realisht është një temë shumë e ndihshme, por unë ka minutat e rezervuara. Dua që shkurtimisht na tregosh se cilat do të ishte zgjidhja në këto lloj rastesh, duke marrë parasysh se ti i do shumë kafshët dhe nuk e ke prit këtë gjë, ndoshta një sulm të tillë edhe nga qenë që ti vetë e ceke i ushqen ko pas kohe. Për çka muj me thonë unë është që jo me reagu. Normal që njeri nuk mundet me ndalë, ka me bërtit, ka mu frigu e tjera, po mu mundu që
s'paku mos me lëvizje shumë të ndaja, se sa ma shumë që bën lëvizje qenë të mundën me marë si kundër sulm, edhe mujnë me të ataku ma tepër. Po institucionet, çfarë duhet bëjnë? Institucionet, në këtë rast, që më falë po unë jam e shgënjur për tyne, dhe do të marrë një iniciativë që ato strehimore, apo ato donacione që i marrin për me hapë strehimore, ose për me i mbrojt këta qenë, në çfarë do mënyre, me marrë iniciativë, edhe me i marrë seriozisht, edhe me i dërgu dikon ku nuk janë ata në rrezik edhe qytetarët nuk janë në rrezik. Sepse jo çdo herë ka fajin qytetari, jo çdo herë ka fajin edhe kafsha, sepse kafsha është kafshë mbi gjitha, duhet me pas edhe vendin ku duhet me jetu. Ata frigohen prej neve, po as sa frigohemi na prej tyne. Edhe pa dash me paragjykmu kërkend, po kur më ka cek, do me thënë, ky qytetarit i cili më ndihmoi, kur ma ceki që kanë qenë 3 policë aty edhe vetëm kanë shiku kur one një farë mënyrë më kanë shqyqej, edhe ata nuk kanë reagu, për mu ka qenë e rëndë. Sepse polici për mu si qytetare, pa dash me paragjyku nuk e di prap, janë ligjet nështë specifike ku duhet me reagu, po për mu polici është në mbrojtje të qytetarit, kur qytetari është në çfarë do lloj rreziku, dhe është njerëzore të ndihmosh dikujt. Do me thënë, a je në uniform, apo jo, ti do shë ndihmosh dikujt. Do me thënë, këtë rast prap qytetarët po ndihmojnë një tjetrit, ku janë institucionet, ku është, mos flasëm për kryetarin e komunës e tjera, unë e di që ai ka shumë gjana, po, kur e merr një gjë, një ligj, ose një gjë seriozisht, duhet me marrë seriozisht deri në pikën e fundit, se unë nuk jam me vetmja. Unë jam një ndër, ndoshta shumë e shumë tjerë, nuk po flas që edhe fëmijët atakohen. Do me thënë, qatë natë, në emergjencë kanë ardhur edhe 2-3 raste të tjera me fëmijë të vegjël. Do me thënë, ka arë një vajzë e vogël ku komplet kamën ja kanë kafshu qatë. Do me thënë, është e tmerrshme sepse ne të rritunit nështë mundemi me u gjindësi, ama fëmija si fëmijë nuk ka shanca. Do me thënë, i qenë aq i madh, kur ka mujt mu, drejt të gjysma kamës të marrë, imagjinoj një fëmijë e merr komplet. Do me thënë, këtë rast institucionet duhet me qenë shumë ma strikte, sepse nuk është, ato ku ndoshta e kalojna, janë traumat të cilat përcjellin të kohën. Do me thënë, sa do që mundu është me menaxhu prap trauma ka me të përcjell. Do me thënë, ka me të kriju një frikë ose fobi ndaj kafshëve deshte apo nuk deshte, sepse trupi do të reagojnë, do me thënë, e mban men traumën edhe ka me reagu sa herë që t'i sheh. Sa do që unë i du, unë e prap kur t'i shoh tash e kam një farë, se mos po do të prap. Do me thënë, institucionet do t'i marrë pak më seriozisht këto. E di që keni kohën e limituar. Është një temë shumë e madhe, po unë kisha bërë thirrje shumë serioze që pak më seriozisht i marrin këto gjëra, sepse nuk e di as ku do ndalen. Kur ndodh një fatalitet i madh atëherë. Urojmë të mos ketë të tillë. Urojmë që jo, po nuk i dim. Kur i lënë në rrugë kafshët, kafsha është kafshë, ligjeta. Faleminderit që ndave shumë këtë pjesë me nesa. Faleminderit edhe për ju. Besoj se do të kemi mundësinë që patjetër ta flasim më në detaje. Po sepse janë shumë gjëra aty që diskutojmë. Faleminderit shumë.